Dashi. Ditën e sotme, zemra jote mund të ndjejë nevojën për të hapur dhe për të komunikuar më thellë me ata që i do është një kohë e përshtatshme për të kaluar momente cilësore me partnerin dhe të shijoni kujtimet e së kaluarës. Në punë, mos nguro të shprehësh idetë e tua kreative. Ato do të vlerësohen dhe mund të sjellin mundësi të reja. Kujdes me financat, menaxhimi i kujdesshëm është thelbësor për të shmangur shpenzimet e tepërta. Ndjesitë e përgjithshme janë pozitive, por mos harro të gjesh pak kohë për të qetësuar dhe për të rifituar energji. Një ecje në natyrë apo një moment reflektimi do të sjellë paqe shpirtërore. Ndiq instinktet dhe beso në fuqinë e brendshme. Demi. Sot mund të kesh një ndjesi të veçantë të qetësisë dhe stabilitetit që mund të ndikojë pozitivisht në mbarvajtjen e ditës. Në aspektin e dashurisë, përpiqu të dëgjosh më shumë partnerin duke u bërë një mbështetje e fortë. Në punë do të ndihesh me energji për të përballuar detyrat që më parë të dukeshin të vështira. Kjo është dita e duhur për të diskutuar ide të reja me kolegët. Në aspektin financiar, bëj një planifikim të mirë dhe shmang shpenzimet e panevojshme për të ruajtur ekuilibrin e buxhetit. Ndjej harmoni të brendshme dhe gjej momente për t'i kushtuar vetes. Një shëtitje në natyrë mund të rigjenerojë dhe të sjellë frymëzim për të ardhmen. Beso në vlerat e tua. Binjakët. Sot, universi të fton të ndalesh për një moment dhe të reflektosh mbi vendimet e fundit. Dashuria do të kërkojë më shumë vëmendje se zakonisht. Një bisedë e ndershme mund të hap rrugë për mirëkuptim më të thellë. Në punë mund të përballesh me një sfidë që do të nxjerrë në pa aftësitë e tua analitike. Mos lejo që stresi të shtyp, frymëmarrjet e thella dhe pak kohë për veten mund të bëjnë mrekulli. Financat mund të kërkojnë një riorganizim të vogël, duke u fokusuar në prioritetet afatgjata. Të ardhurat e papritura mund të dalin, por kujdes nga shpenzimet impulsive. Ndërkohë, merr frymë thellë dhe ndihu i lidhur me botën përreth teje. Lëre intuitën të udhëheqë drejt zgjedhjeve të urta. Daforia. Sot është dita ideale për të përqafuar ndjesinë e shtëpisë dhe për të thelluar në emocione që rrezatojnë ngrohtësi. Në dashuri, mos keni frikë të shprehni ndjenjat tuaja më të thella. Partneri juaj do ta vlerësojë sinqeritetin. Në punë, qëndroni të fokusuar në detajet, pasi mund të shfaqen mundësi të reja që kërkojnë vëmendje. Një bisedë e papritur me një koleg mund të sjellë kthesa pozitive. Financat janë stabile, por është e këshillueshme të shmangni shpenzimet impulsive. Përkushtimi për të krijuar një buxhet do t'ju ndihmojë të ndiheni më të sigurt. Kujdesuni për vetveten. Një moment qetësie dhe reflektimi do t'ju mbush me paqe. Hapni zemrën dhe lini dashurinë të rrjedh lirshëm. Luani. Ditë plot energji të reja po të pret dhe zemra të rreh më fort për aventurat që mund të sjellë. Në aspektin profesional, është koha ideale për të përqafuar mundësitë që të trokasen në derë. Mos hezito të marrësh vendime të guximshme, pasi zgjedhjet e sotme do të kenë një ndikim të qëndrueshëm në të ardhmen. Në dashuri, ndjehesh i mbështjellë me ngrohtësi dhe mbështetje nga personi i zemrës. Komunikimi i hapur do të forcojë lidhjen tuaj dhe do të sjellë qetësi në mendjen tënde. Financat duken të qëndrueshme, por është e mençur të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Përkushto pak kohë për të reflektuar mbi ndjesitë e tua dhe për të rigjetur ekuilibrin e brendshëm. Jetë harmonike të pret. Virgjëresha. Dita sot hapet me një frymë të re, duke sjellë mundësi të reja në horizont. Në dashuri, hapi zemrën ndaj bisedave të sinqerta. Ato kanë fuqinë të forcojnë lidhjet dhe të sjellin më shumë harmoni. Në punë, vëmendja ndaj detajeve do të jetë çelësi i suksesit, prandaj qëndro i përqendruar dhe mos anashkalo gjëra të vogla. Financat do të kërkojnë menaxhim të kujdesshëm, prandaj shmang shpenzimet e panevojshme dhe fokusoje energjinë te kursimet. Shëndeti mendor është i rëndësishëm, kështu që merr pak kohë për veten dhe ushqe shpirtin me aktivitete që të gëzojnë. Shijoje bukurinë e gjërave të vogla dhe mos harro se çdo ditë sjell një mundësi të re për të ndriçuar jetën. Peshorja. Sot ndjen se jeta po të dhuron një rrymë të re energjie. Është momenti i duhur për të ndërtuar ura të reja me ata që të rrethojnë. Në punë mund të hasësh sfida që kërkojnë zgjuarsi dhe durim, por mos u shqetëso, gjithçka do të rrjedhë natyrshëm. Kujdes me financat, një blerje e papritur mund të ndikojë në buxhetin tënd, prandaj planifiko me kujdes. Në dashuri, zemra jote ndjen harmoni dhe është koha ideale për të shprehur ndjenjat me ndershmëri. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë një afrinë të papritur me partnerin. Mos harro të ndjekësh intuitën tënde, ajo është fudhërrëfyesi më i mirë në këtë ditë plot dritë dhe mundësi të reja. Kur ajo? Akrepi. Dita e sotme sjell një ndjesi të veçantë qetësie në zemrën tuaj dhe është momenti ideal për të reflektuar mbi emocionet. Në marrëdhëniet personale, hapi juaj i parë duhet të jetë komunikimi i hapur, duke u siguruar që ndjenjat tuaja të dëgjohen dhe kuptohen nga të tjerët.
Në punë, një mundësi e re mund të shfaqet papritur. Keni besim në aftësitë tuaja dhe tregoni vullnetin për të kapërcyer sfidat. Financat janë në një gjendje të qëndrueshme, por është e mençur të shmangni shpenzimet e tepërta. Një shëtitje e gjatë në natyrë mund të jetë ajo që ju duhet për të rifituar energjinë dhe për të ndjerë harmoninë me botën përreth. Kujdesuni për veten dhe mos harroni të shijoni momentin. Shigjetari. Dita e sotme sjell një freskë të re në jetën tuaj emocionale. Qiejt po ju thërrasin për të eksploruar ndjenjat të paprovuara më parë, duke ju bërë të ndjeni plot energji dhe pasion. Në punë, një mundësi e re mund të trokas në derën tuaj, por është e nevojshme që të bëni një shqyrtim të hollësishëm përpara se të hidhni hapin e madh. Financat kërkojnë një qasje të kujdesshme sot. Mendoni 2 herë para çdo investimi. Gjeni kohë për të relaksuar me miqt apo familjen, sepse kjo do të sjellë një paqe të veçantë në shpirtin tuaj. Ndjekja e hobeve do të jetë një mënyrë e shkëlqyer për të ndjerë kënaqësi dhe përmbushje. Lejoni veten të udhëhiqeni nga zemra dhe intuita sot. Britsjapi. Sot, shpirti ju të kërkon një ekuilibër të ri midis përgjegjësive dhe dëshirave personale. Në çështje të zemrës, dëgjo zemrën dhe lër emocionet të drejtojnë rrugën. Një bisedë e sinqertë mund të ndriçojë një marrëdhënie të rëndësishme, duke i dhënë asaj një thellësi të re. Në vendin e punës, qetësia dhe qartësia do të jenë aleatët më të mirë për t'i zgjidhur çështjet delikate. Mos e ngarkoni veten me detyra të panevojshme, përqendrohu tek ato që sjellin vërtet përfitim. Financiarisht, qëndroni të kujdesshëm dhe shmangni shpenzimet impulsive. Sot është dita për të parë ka një ardhmë e qëndrueshme duke bërë investime të menduara mirë. Kujdesi për shëndetin emocional do të jetë qelësi që të çliron nga stresi. Marrëdhëniet përreth jush mbajnë energji pozitive. Ujori. Sot ëndrat dhe dëshirat tuaja marrin një përparësi të veçantë, duke ju ftuar të ndaloni dhe të dëgjoni zemrën tuaj. Në dashuri, dialogu i sinqert do të krijojë ura të reja mirëkuptimi me partnerin. Nëse jeni beqar, hapja ndaj takimeve të reja mund t'ju sjellë surpriza të këndshme. Në punë, ndoshta do të përballeni me sfida të vogla, por asgjë që nuk mund ta menaxhoni me cilësitë tuaja analitike të mprehta. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por ndoshta është koha të mendoni për një plan kursimi më afatgjell. Energjia kozmike ju nxit të përqafoni ndryshimet dhe të lejoni që rrjedha natyrale e jetës t'ju udhëheqë drejt horizonteve të reja. Gjeni momentin për të medituar dhe për të rilidhur me vetveten. Peshqit. Sot është një ditë për të ndalur dhe për të reflektuar mbi atë që është vërtet e rëndësishme për ty. Një bisedë e sinqertë me një mik të vjetër mund të sjellë një perspektivë të re mbi çështjet që të shqetësojnë. Në sferën profesionale, një mundësi e re mund të shfaqet, por mos u ngut të marrësh vendime. Bëj kujdes me shpenzimet, edhe një investim i vogël mund të ketë ndikim të madh në buxhetin tënd. Në aspektin romantik, dëgjoj me kujdes zemrën dhe ndjenja e ngrohtë që të rrethon mund të sjellë afrim me partnerin. Ndjenja e qetësisë dhe balancës do të udhëheqë drejt një dite të mbushur me energji pozitive. Mos harro të kujdesesh për veten dhe të gjesh momente pushimi.